Zoti i Madhnushëm është një sure tjetër kuranore, surja Al-Ma'arij, ku Zoti i Madhnushëm e cilëson njeriu si njeri jo stabil. Për me cilësu do të me ju referu ajeteve kuranore, Allahu i Madhnushëm thot, innal insana khuliqa halua, vërtet njeriu është kriju jo stabil, njeri që ka frikë të madhe. Pse? Pastaj ka spjegu Zoti i Madhnushëm në ajetin tjetër kuranor, me njëherë ajetin e radhës, ku thot, kur e kap, kur e prek e keqja, ai bëhet shumë frikacak, bëhet shumë jo stabil, alarmohet, i duket sikur e keqja ka prek vetëm atë, edhe pse Zoti i Madhnushëm shumë bukur e ka cek, thot e ka prek e keqja, jo e ka godit, se prekja dhe goditja ka ndallim shumë të madh, esencial. Prandaj Zoti dëshiron më na tregu që sado që e keqja të ka prek ty është prekje, nuk është goditje, sepse sikur të ishte goditje do të ishte fatale. Prandaj njeriu nuk ka nevojë të alarmohet. Pastaj thot e kundërta, wa idha massahu al-khairu kana manua, kur njeriu e prek e mira bëhet shumë koprac. Pra është jo stabil, sepse në të keqen alarmohet shumë, në të mirën bëhet dorë shtrënguar edhe bëhet koprac. Po si të veprojë njeriu pastaj? Zoti na ka dhënë shërimin shumë bukur. Illal musallin, në jetën e radhës ka thonë përveç një grupi njerëzve. Kush janë ata, Zoti i Madhnushëm? Ata janë ata që falen vazhdimisht. Por si të menaxhohet stresi apo friga nga prekja e sprovës, dohet të kesh lidhjen me Zotin. Prandaj edhe njerëzit